Në mbështetje të 9 kolegëve që këtë të hënë kanë hyrë në ditën e 13 të grevës së urisë, një pjesë e naftëtarëve vazhdojnë protestat në Marins. Kreu I sindikatës Dritan Shau ka pohuar se në kushtet kur nuk ka zhvillime në bisedime me kompanin lidhur me kërkesat e tyre, naftëtarët do të protestojnë para zyrave të shoqërisë Bankers Petroleum në Fier. Një ditë më parë, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, ekipi I urgjencës mjekësore ndërhyri për të dhënë ndihmë 2 prej grevistëve. Sot një prej tyre I është rikthyer grevës, ndërsa tjetri e ka patur të pamundur për shkak të problemeve në shëndet. Kërkesat e naftëtarëve lidhen me rritjen e pagës, trajtimin ushqimor dhe statusin e naftëtarit. Nga ana tjetër, kompania Bankers ka deklaruar se kërkesat e tyre janë të pabazuara në ligj, ndërsa në 3 vitet e fundit ka patur rishikime dhe rritje të vazhdueshme të pagave.